33 vatra zjarri janë raportuar në të gjithë territorin e Shqipërisë gjatë 24 orëve të fundit. Prej tyre 8 vatra vijojnë të inaktive, ndërsa 5 të tjera janë në monitorimin e strukturave të emergjencave. Për përballimin e situatës janë angazhuar 535 forca operacionale dhe 51 automjete zjarr fikse. Një operacion janë përfshirë dhe forcat e armatosura me 100 efektiv, 2 automjete zjarr fikse, 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Aktualisht në territor vijojnë të operojnë 120 efektiv ushtarak, 2 helikopter dhe 2 avion. Një nga vatrat kryesore vijon të jetë në malin e Dajtit në Tiranë, ku po ndërhyjnë forcat zjarr fikse dhe ato të forcave të armatosura, me mbështetjen e 2 helikopterëve të forcave ajrore. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, zjarri nuk paraqet aktualisht rrezik për zonat e banuara, ndërkohë vatrat në Prisk dhe Vakumon janë në kontroll dhe po monitorohen. Situatë e vështirë paraqitet dhe në Gur, Lurë, Dibrës. Hapja e korridoreve ndarëse në terren ka ndihmuar në frenimin e përhapjeve të flakëve drejt zonave të banuara. Operacioni vijon me forcat bashkiake, policore, zjarr fikse, vullnetare dhe 50 efektiv të forcave të armatosura, të mbështetura nga 2 avion. Në qaf Helmas, zjarri e shuar në krahun e Bulqizës, ndërsa një vatër mbetet aktive në drejtim të Shelishtës. Në Lufaj të Mirditës, forcat vijojnë ndërhyrjen pas hapjes së korridoreve ndarëse, ndërsa në fushë Laj të Pukës, zjarri nuk paraqet intensitet e lartë dhe nuk rrezikon zonat e banuara. Në Rjoll, situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme edhe përmes përdorimit të dronëve me qëllim identifikimin e çdo rreziku për përhapjen e flakëve. Autoritetet bëjnë me dije se situata në të gjithë zonat e prekura po ndiqet në mënyrë të pandërprerë nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, ndërsa strukturat në terren vijojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrave aktive.